إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahu subhanahu wa taala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, po kërkon Rabia ibn Ka'b al-Islami radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me kon bashkë me të në xhennet. E pejgamberi Allahut po i përgjigjet: fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Unë do ta lut Allahun, mi po ti ndihmoja vetvetes duke bë sa më shumë sejdë. Kjo porosi e vëllezër nuk ishte porosi e veçantë për Rabian radhiyallahu anhu, por ishte porosi me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu të gjithë ummetit, xhonjonit prej muslimanëve. Mere sikur se është duke të drejtu ti pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe po të filan, o musliman, ata më kanë bashkë me mu në xhennet, a do në bashkë më gëzune me mirësitë e Allahut në xhennet, a do bashkë me bo muhabet me mu në mirësitë e xhennetit, të banë sa më shumë sejdë. Pra ne jemi ummet o vëllezër, jo i dëshirave, i pretendimeve, i synimeve, po ne jemi ummet i punës. A ki synim dhe dëshirë diçka, atër vërtetoje me bindja dhe me punë, me vepra. Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud, banë sa më shumë sejdë. Para shtrot pyetja që shikimin e punët me sejdë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Që shikim e punët në me namazin, me 5 kohët e namazit, me këtë shtyllë që është shtylla më kryesore pas shahadetit e islamit, me këtë shtyllë, me këtë namaz që thot Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, i cili hadith është shumë përgëzues, po të njëjtën kohë është edhe shumë kërcënues o vëllezër. Thot men hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Kushdo që kujdeset për 5 kohë të namazit, ky namaz ka me kon për të dritë e argumente shpëtim ditën e gjykimit. Wa man lam yuhafidh alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najat. E kushdo që nuk kujdeset për namazin, e neglizhon namazin, e lën pas zore namazin, nuk kanë me ka namazi për të dritë të argumente shpëtim ditën e gjykimit. Vazhdon hadithi: wa kana yawm al-qiyamati, ky njeri ka me ka ditën e gjykimit me kokat e jo besimtarëve në xhehenem. Dhe ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam disa emra, ku ka thonë ka me ka në xhehenem me Karunin, me Firaunin, me Hamanin dhe Ubej ibn Khalaf. Allahu na rujt. Ky dënim i madh pse o vëllezër? Se ky njeri ka qenë shumë gaflet madh. 5 herë brenda ditës e ka thirr muezini hayya ala salah hayya ala falah, nuk i është përgjigj. S'ka dash me ni. E atëherë ka marrë një ditë, për cilën ditë thot Allah subhanahu wa ta'ala: yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Në ditë kiametit, në momentet më të vështira ditës gjykimit, Allah thot kanë mu thirr ata me ron sejdë. Ama thot fala yastati'un. Nuk ka me mujt dikush me ron sejdë. Ka me kon dëshira e tij me ron sejdë, po s'ka me mujt, sepse kur ka mujt s'ka dasht. Khashiatan absaruhum tarhaquhum dhilla. Thot Allah kanë mushton shikimet e tyre. Ka mu mbulu ata me poshtrim. Pse poshtrim? Sepse aja tu dash për sa tu mujt. Ama dhe thot Allahu azza wa jalla: qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Thot Harun këta se në dunja kur ishin shnosh me ran sejdë, këto nuk kanë dasht. Janë thirr vazhdimisht, po s'kan dasht. Sot një herë kanë mu thirr, po s'kan me mujt. Sepse kur janë thirr 5 herë brenda ditës s'kan dasht. I ka thirr muezini hayya ala salah,
ai nuk ka dash me u përgjigj. Kushdo që nuk do me u përgjigj hayya ala salat, thirrjes parë, nuk ka me fitu thirrjen e dytë që është hayya ala falah, e janë shpëtim. Këtë dush me kanë i bindur në te. Ajde lumë për ty që je kujdesshëm me namazin, lumë për ty që i përgjigjesh hayya ala salat, që Allah pastaj me ta dhon hayya ala falah. Lumë për ty që i përulesh Allahut azza wa jall dhe bën sejdë. Ballin tan, fytyrën tonë që është më e ndershme dhe më fisnike në trupin tan, ti e për ullë në kam të njerëzve në një pozitë që është kam e njerit në otë te. Ama Allah azza wa jall ngrit pozitën më të naltë, sepse ti ke pas gatishmëri me për ullë Allah subhanahu wa ta'ala. Po, a je gatishmëri që këtë ballë me lën tokë, Allah ka me të ngrit naltë. Qysh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin Muslim, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Mos afër me njeriu, robi është me Zotin e vet atëherë kur është në sejdë. Fa akthiru dua. Shtoni duat kur jeni në sejdë. A ki parasysh o vëllezër? Mos afër me Zotin tan, me Allahun krijuesin tan. Je po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur je në sejdë. Mos u gut me ngrit kokën me njëherë. Ki parasysh se je para Allahut që është gjithfuqishëm. Ki nevoja tuja, kërkesa tuja, parashtroja Allahut azza wa jall, sepse jemi në një pozitë që je afër Allahut, Rahmanit. Ti cili je nevojtar, ki kërkesa tuja, je shumë afër atij që është i plotfuqishëm. Ti që je fukara, je afër atij që është i pasur i absolut. Ti që je mëkatar, je afër atij që është i gjithmëshirshëm. Ti që je rob, je nga atij i cili është Zoti jot. Çdo kërkesë tonë, nevojë tonë parashtoj Allahut. Qoftë kjo kërkesë për dunja, po dhe ahireti që është më e rëndësishme. Lutim Allahun azza wa jall, na bën për atyre robëve besimtarëve që kujdesemi për namazin. Dhe ky namaz bëhet për neve nur, burhan, edhe në gjatë ditën e gjykimit. Lutim Allahun azza wa jall, jemi për atyre që i shpeshtojmë sejdë. Dhe për atyre që për arsye sejdëve të shumta Allahu azza wa jall na begaton me shoqërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.